Ju dalin puçra të mëdha pas veshit, urgjent shkoni tek mjeku, mund të vuani nga këto shqetësime. Shpeshherë na ka ndodhur që të neglizhojmë gjithashtu edhe problemet tona. Të njëjtën gjë bëjmë edhe me puçrat pas veshit, të cilat janë shumë të zakonshme. Ato shfaqen në forma të ndryshme dhe cilësia prej tyre nuk mund t'i jap shpjegim. Në këtë video do ju tregojmë në disa raste kur duhet të shkoni tek mjeku, pasi këto puçra mund të lidhen gjithashtu edhe me faktorë të tjerë të ndikimit të shëndetit tuaj. Nëse keni puçra pas veshit, mund të jetë për shkak të hormoneve. Hormonet e larta mund të intensifikojnë gjëndrat mbiveshkore dhe të rrisin prodhimin e puçrave. Mund të jetë për shkak të stresit. Aknet në shpatull dhe në pjesën e veshit janë për shkak të stresit, të cilët mund të jenë edhe të prekshëm. Mund të jetë për shkak të problemeve me tajitjen e ushqimit, mungesës së vitaminës, problemeve të diabetit, lëkurës së ndjeshme, nervozizmit, tretjeve të dobta dhe më e rënda, ndikimi i radikaleve të lira në krijimin e komplikacioneve.